Humbjet e energjisë elektrike në rrjet vijuan të ulen edhe gjatë vitit 2025, sipas të dhënave më të fundit nga Instituti i Statistikave. Humbjet arritën në 1593 gigavatorë në vitin 2025, nga 1614 gigavatorë në vitin 2024, duke shënuar një rënje prej 1.3%. Sipas Instat, pesha që zën humbjet në rrjet në totalin e energjisë elektrike në dispozicion gjatë vitit 2025 ishte 19.1%, nga 19.8% në vitin 2024, duke regjistruar një ulje me 0.7%. Sa i përket komponentëve të rrjetit, gjatë vitit 2025 humbjet në transmetim shënuan një rënje prej 3.9%, ndërsa humbjet në shpërndarje ranë me 1% krahasuar me vitin 2024. Rënja e humbjeve në rrjetin e shpërndarjes lidhet me uljen e humbjeve jo teknike, apo thënë ndryshe me abuzimet apo vjedhjen e energjisë elektrike. Gjatë vitit të fundit janë ndërmarrë kontrolle të shumta nga operatori i sistemit të shpërndarjes për identifikimin e lidhjeve të palishme dhe përdorimin e pa autorizuar të energjisë. Kontrollet janë zhvilluar në kuadër të zbatimit të ligjit dhe luftës kundër informalitetit në sektorin energjetik. Bazuar në analizat e riskut, fokusi ka qenë tek subjektet që paraqesin probabilitet më të lartë për abuzime me energjinë elektrike. Ndërkohë në rastet kur konstatohen shkelje, subjektet procedohen nga organet ligjzbatuese për shkelje të legjislacionit në fuqi. Megjithatë, pavarësisht përmirësimit të treguesve, humbjet në rrjet mbeten ende në nivele të konsiderueshme, çka tregon se lufta kundër abuzimeve dhe investimet në modernizimin e rrjetit mbeten element kyç për përmirësimin e mëtejshëm të eficiencës në sektorin energjetik.